Kushtrim Shabani ka përfaqësuar shumë kë me formacionin e tij në këtë ballavaçim trajneri Arsim Abazi, por ja mundësia tani. Minuta 11 e duelit. Rast perfekt për Ujqit, mirë po Jakub Berisha nuk ja del të finalizoj. Çfarë super pasimi ishte ky. Gjemajli, perfekt lëvizja ti, e dërgon topin për Bardokun. Tom Bardoku, pasimi në qendër. Dartan Morina, shansi këtu, kjo goditje! Super gol! Super gol nga Altin Mërlaku! Në momente kritike, Mërlaku është gjithmonë aty për të shënuar. Çfarë goli bukur ishte! Minuta 16 e duelit dhe Dugagjini është para. 1-0 në Fadil Vokri. Çfarë bombe nga Mërlaku, çfarë super goli, çfarë momenti i paharrueshëm për këta tifoz. Mundësia për Ferizajn, mbi por Gjuan Oguns, nuk ja del të shënoj. Rast i mirë gjithsesi. Topi në krah tani për Jakub Berishën. Provon harkimin ai Kushtrim Shabani e majt aty për fundon rjet. 1-1 Ferizaj Parazon. Minuta 23 dhe siç duket, para syve e kemi një prej dueleve më të bukura të kësaj periudhe së fundit në futbollin kosovar. Një super finale, ashtu siç e meritojnë tifozëritë e këtyre dy ekipeve. 1-1 rezultati në Fadil Vokri. Shanan edhe Ferizaj në pozit perfekte gjendet Kushtrim Shabani dhe nuk e lëshon këtë mundësi. Teksa tani radhash Ujqit të festojnë. E i pak naqër është Arsim Thaçi. E shojnë edhe njërë, shikojni. Kushtrim Shabani i lirë në zonë me të majtën e tij. E tani mundësia për Dugagjinin, shoj me Kuran Berisha, futet në zonë Berisha, shtylla. Tjetër goditje, vazhdon ky aksion Denit Yusufi, të lëvi në zonë temtimi këtu dhe çfarë fati ka Ferizaj. Çfarë super fati ka Ferizaj këtu. Mbetet 1-1 rezultati, një karambol i vërtet para zonës. Me shumë fat janë Ujqit. Denit Yusufi. Roshet me sfushori. Alpan Richards. Pasimi tek Gligorov. Edhe një tjetër Richard, shansi tani Betim Haxhi Musa. E kalon portierin, a do t'jetë penalti? Jo, pozitja shloje. Me gjallë se offside i ka mundur t'jetë më herët. E kanë darë mendjen Genc Nuza, nuk do t'ketë penalti. Nuk do t'ketë penalti për skuadrën e Ferizajit. Berisha. Vjen krosimi tjetër rasti këtu dhe mbi port. Mbi port gjuan skuadra e Ferizajit. Minuta e 50 e kësaj pjesë të parë. A do arrin tifozët ta shtyjnë skuadrën drejt golit. Vjen arkimi shansi këtu. Alban Shabani. Kushtrim Shabani në posedim, a do të kemi goditje. Erjon Sadriu me temtimin. Devijim që ka mundur tjetë fatali i Yusufit, por arrin të intervenoj portieri Leka. Vjen arkimi nga Jakub Berisha. Goditja këtu dhe intervenon portieri. 2 raste brenda pak sekondave për Ujqit. Mërlaku. Perfekt kombinimi dhe penalti është për skuadrën e Dugagjinit. Faulot në zonë Denit Yusufi. Erjon Sadriu e ka shkaktuar 11 metrësh. Për një moment u gëzuan futbollistët e Ferizajt. E tani gëzohen edhe tifozët, sepse nuk është penalti mirë, por është goditje e lirë në kufit të zonës. Ashtu shënëmte edhe ndaj Ballkanit në gjysmëfinale. Alpan Shabani, faulot, Gjemajli, dyti verë për të dhe Dugagjini. Dugagjini mbetet me një lojtar më pak në fush. Skuqo tani, Erlis Gjemajli. Kushtrim Shabani, goditja me të majtën. Blokohet.
Tumbardogu provon të luaj para. Arrin ky top tek Hekuran Berisha. Hekuran Berisha çojmë këtu e pabesueshme. Kjo është e pabesueshme. Super gol. Gol. Hekuran Berisha e zë në offside portierin Mackenzie Lyle. 2-1 Dugagjini, kjo çfarë ka ndodhur? Është asgjë më pak se një mrekulli të nderuar shikues. Kjo është spektakolare. Me një lojtar më pak të shënosh gol të tillë nga gjysma e fushës. Hekuran Berisha, zonja dhe zotrinj. Ja pse ky futbollist është njëri prej lojtarëve më premtues në futbollin tonë. Fenomenal Hekuran Berisha. Mirë lëvizja, pasimi për Fejzajn. E gjen hapësirën ky fundit. Shansi tani për Ujqit. Ngarkimi sa Driut, mundësia këtu Ateo Guns. Nuk ja del të shënoj Ferizaj as në këtë moment. Minuta 91 e duelit. Kemi nevojë të rishojmë këtë situatë gjithsesi. Edhe kartoni kush për Betim Haxhimusën. Kapiteni Ferizajit përjashtohet. Mes Haxhimusës dhe Pefçelit. Shikojni këtu. Era Musa. Pasimin e qendër Peposhi, edhe njerë Sadriu, por sëri do të kemi arkim drejt zonës, rasti për Ferizajin, Sadiki Richards. Nuk arrin të gjuaj Ruben Richards. Merë fund gjithçka, Dugagjini fiton Kupën e Republikës së Kosovës. Kjo është fitoria më e madhe në histori të klubit nga Kliniki.